Mirëmëngjesi goca, mirë se keni ardhur në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda dhe sot do kemi një vlogmas, një fillim vlogmasi. Të themi të ri. Atëherë, sot është e hënë, është data 29 dhjetor dhe tani është ora 11:10. Sot do luajm flokët. Dhe unë thash të bëj një video, të tregoj edhe juve bojën e të gjitha çdo gjë. Kemi këtë, për futur bojën këtu, e dini çfarë është. Ndërkohë nëse gjoni kam Zoin këtu, ajo është për gjumë, por me qenë se dje unë kam pasur shumë punë, me thënë drejtën, jemi duke bërë punët e vitit të ri, besoj se keni filluar edhe juve, si çdo grua, si çdo nën, si çdo vajzë shqiptare, që i kemi kështu. Huaj për festa dalin festojnë, neve bëjmë punët. Edhe siç po tregoja, kam bërë punët dje dhe akoma nuk i kam mbaruar, me thënë të drejtën, kam për të larë dyert edhe për të marrë plurat, se të tjerat i kam larë, kem fshirë, kam larë dritare, tapete, qa janë këto të gjitha i dini ma. Edhe nuk më do liko atje që të luja flokët, dohet luja flokët, se në fakt e kisha lënë që ta lyej disa, jo shumë ditë përpara ditëlindjes së Zoit, se kjo është ajo kryesorja që të më duken bukur atje, dhe po i lyej sot, me qenë se deri në datën 10 që ka Zoi ditëlindjen, po mendoja, okay, unë do ta laj edhe 2 herë flokun, mendoj, maksimumi ndoshta edhe 3 herë, edhe dela ajo boja e bukur që duket, domethënë, se tani si fillim do më duket e errët, dihet ajo, por mbas 2-3 larjeve do dali boja e bukur që mua më pëlqen, domethënë ajo ngjyra e bukur, do shkarkoj. Edhe po thoja, kam Zoin këtu, ajo është gati jo e përgjumur, po aty po e lodhe dhe pak, unë thash, nëse do më lëri, unë do lyej flokët, ta vën gjumë Zoin edhe pastaj kur thahet ta live. Nuk e di nëse do më lëri, nuk jam e sigurt, ose se kjo boja në fakt e ka kështu që duhet ta lyesh direkt, edhe tani që po e mendoj se di ç'a të bëj, kam frikë se do i vjera kur t'i jap Zoit, kështu që di si është puna goca, nuk po e lyej tani, do marr do vezoj në gjumë përpara, edhe pastaj edhe t'ua tregoj një herë, nuk po e bëj gati, se kjo është bojë që thahet shumë shpejt, domethënë, si ta shpjegoj, po thahet shpejt të floku, nëse ose duhet ta direkt ta lash, ta lyesh flokun. Është kjo, falni, është kjo nga Uela Lumina Color, unë marr. Qa po hanë moj? Qa po merë kështu? Po, është kjo periudha tani që fëmijët nuk e di. Më përpara çdo gjangoj, po akoma tani. Është kjo numri 5 këtu, presni të tregoj mirë, është kjo numri 5. Edhe mua më pëlqen kjo ngjyra. Kam 2, edhe oksidusin është kjo 6 volum. 2 nga këto. 2 nga këto dhe 2 nga këto, sepse floku im thith shumë, ndoshta juve ju duket se kam shumë pak flok, por kur e drejtoj normalisht, çdo flok që drejtohet bëhet me i holl, por unë kam shumë flok, edhe floku im thith shumë. Edhe unë i vendos 2, madje do vi avash do t'i vendos dhe 3, por nejse. Okej. Duhet të ndroj edhe këta, do vesh e kam këtu një triko që e mbaj kur lyej flokët, që mos më bëhet pis ky kostumi se sa e kam bler të kostumin e gjumit. Edhe kështu, do shifemi pastaj prap, unë tani do iki, uroj që Zoi të flej gjumë, edhe unë ta lyej flokun, edhe pastaj ajo, edhe nëse zgjohet paktën ajo aroma e madhe të themi e flokut, edhe nëse zgjohet Zoi dhe më duhet që ta vendos sërish në gjumë t'jap gji, nuk do ta ndjej shumë, se nëse unë e lyej tani, ajo sa është era e bojës, edhe nuk dua që t'i bëj keq. Kështu. Mirë goca, unë tani po iki. Qa më roke? Mos më shiko më ashtu më. Ashtu si që thash, Zoi në vora në gjumë, jam duke folur me sa të ullet, sepse Zoi është dhe dhoma aty, edhe e dini ju tani. Unë trova edhe tani do bëjmë gati bojën. Okej, si fillim, kam të reza me. Do hapim bojën. O sot sigur është që për të mësuar.
shpejt. Goca e lyva flokun. Tani duhet të fshi pak këto shpejt, sepse pastaj ngeli njoll. Unë i fshi me kështu ujë micelar. Ky është super për t'i fshirë këto, do me thënë, shumicën e heq. Se jam duke parë këtu te kamera. Jam bërë unë sot se jam lyer. Duhet të shoh në pasqyrë. Goca, e di çfarë do bëjon? Unë në fakt nuk i kam lyer ndonjëherë vetullat me këtë bojë kështu, por po mendoj thash, pse jo? Përderisa e kam ngjyrën e flokut, pa edhe vetullat ngjyrën e flokut, se unë i kam të zeza. Kjo është pak me qelet, por do t'i lyej edhe vetullat. Ta provoj njëherë si do duket. Vetullat e mia janë bërë për t'u pastruar, unë i kam lënë që t'i rregulloj në Shqipëri kur t'i tani. Prandaj nuk i kam hequr. Do t'i lyej me këtë dhe do e shojmë. Goca e u lava më sakt, por nuk e kam tharë flokun sepse vura zojën në gjumë. Më deshta vija në gjumë zojën. Pasi ajo u qua edhe më saktë e zgjuan lart, nuk e di se qa po bënin zhurëm lart, se qa kush erdhi. Lart nuk banon njëri deri tani me sa di unë, ndoshta nuk e di se pash, mos ndoshta vjen ndonjëri, po bënin shumë zhurëm edhe zoi u zgjua. 1 orë fjeti, aq sa mbajta unë flokun, pastaj u detyrova shkova u lava me zoi në përkem, e dini vetë ju si janë larjet me fëmijët, kur lash vetë domethënë. Edhe vura prap në gjumë, i dash pak për të ngrënë dhe vura prap në gjumë, sepse e kisha edhe këtu rrëmuj, që kur erdhëm se ishim jashtë, që kur erdhëm nga jashtë, që blemja 2 gjëra në market, isha rrëmuj këtu. Edhe tani momentalisht jam duke grirë qepën se do bëj një kështu, si tip fërgese, me qenë se kam edhe një 3-4 specat kuqe këtu, thash po i bëj për dark. Edhe pastaj kur të zgjot zoj, më duhet të thaj flokun, t'jap një tharje kështu me tharse. Ja, u kthya jam duket, mos u qu? Jo, zoj, flidhe pak mama. T'jap edhe një tharje për më shumë me tharse pastaj, se kështu po thahet ai. Edhe ta shikojmë si ka marrë, nëse ka marrë mirë. Tani mirë duket si kur ka marrë, por në dritë duket më qartë. Nëse ka ndonjë refleksa në gjë që nuk ka marrë siç duhet. Ndërsa vetullat që i lyva, vetullat s'm duken fare si kur kanë marrë në gjë kush e di. Ndoshta sepse unë i kam vetë të zeza vetullat e mia edhe normale, ndoshta nuk e marrin ato ngjyrën siç duhet. Kështu. Ua, kjo qepa po m'djeg. Mirëmëngjesi goca, mirëmëngjesi nga dita tjetër. Sot është data 30 dhjetor. Ne tani sapo dolëm nga shtëpia. Edhe jemi duke shkuar për të bërë vlerje të ushqimet e vitit të ri. Si shikon zoj. Okej, nuk është që të blejmë në një gjë të veçantë, por okej, po i shohim kështu. Kohën e kemi shumë të mirë, është ftohtë, por është diell. Edhe tani, si fillim do kthejmë tek Alti besoj. Pastaj do ikim edhe tek Turku. Shikojmë që do blejmë, atje do marrim mishin. Edhe të shohim si do vazhdoj dita. Çe vazhdoj? Çe përket? Shpije dhe kuja. Goca, tani, dua t'ju tregoj që Dalë se po të gëj recetën ula. Për shumë. Atëhere, unë pyta qatin prap, goca, i tregova mjedhin e misrit që po përdor dhe ai më sugjeroi që të shtoja 150 ml dhall thoshte ose kos që të dali më i shishëm
dhe 500 ml ujë të ngrohtë. Tani unë i kam përzierë të gjitha këtu te ky tasi dhe do ta bëj edhe do ta bëj pa maja, se ishte opsioni që e bëje pa maja, opsion domethënë tradicionale, thoshte kështu bëhet, dhe unë po e bëj pa maja. Këtu kam ujin, duket kështu nga kosi, i kam hedhur një lugë të vogël edhe sheqer, tani do hedhim këtë dhe do ta trazojmë. Do ta lëm pastaj për 45-50 minuta të pushoj. Duhet të pushoj me se s'bën. Dhe diçka tjetër ishte që kur ta zini këtë, duhet brumi të jetë pak më i butë se brumi i bukës normale që bëni në shtëpi. Nëse ndodh që është shumë e trash, janë si në këtë rast unë hodha 500 ml, por e shikoj që ka nevojë prap për ujë. Mund t'i shtojmë ujë, thoshte, nga pak derisa të arrihet masa që doni. Kështu. Tani, shikoni, kjo ka nevojë akoma për ujë, kështu që unë do t'i shtoj akoma pak ujë dhe në momenti që ta kem zën, do ua tregoj se si ka ardhur. Uroj që ta qelloj, nuk e di, është hera ime e parë. Dhe të shohim. I kam shtuar edhe pluhur pjekës. Thoshte që duhet thjesht një pluhur pjekës. Kështu, vazhdoj. Goca, ja ku është brumi që kam zënë. Nuk e di tani, uroj që ta kem qelluar. Kur ta pjekim do ta shikojmë. Për momentin do ta lë 5-10 minuta që të pushoj, të vi më sakt. Hej goca, ja ku jemi sërish. Është ora 10 edhe është pjekur buka. Neve na pëlqen shumë në shije, edhe kështu duket goxha e mirë, se nuk është se ishte mjedhi siç është i Shqipërisë, ta pranojmë këtë gjë, por ka dalë në shije shumë e mirë. Shikojeni pak. Ja ku është, nuk e di si duket aty, se ndoshta drita nuk e tregon dhe aq mirë, por këtu e kemi provuar. Është shumë e mirë, kështu në shije, edhe brenda është mjaftueshëm e pjekur dhe poshtë. Kështu, tani nuk e di si do dali kur ta bëjmë për shesh, por besoj se do dali e mirë. Do e shohim nesër. Do e shikojmë nesër. Edhe kështu, tani, unë po e fus këtu, po e lë këtu në sobë që të kulloj mirë, se është soba e ngrohtë, akoma e nxehtë. Edhe do vazhdoj me punët e tjera të mbetura, se dua që ta kem nesër shtëpinë në rregull. Zorin e kam në gjumë, tani duhet të iki t'jap një fshes, të laj, edhe mendoj se do shtroj ato rrugica tapetat që kam lart, i kem gati për nesër. Kam për të marrë dhe vetëm pluhurat, kaq. Tani unë ju uroj natën e mirë, me kaq po e mbyll këtë vlogun e sotëm. Do shifemi në vlogmasin e radhës, besoj që do jetë i fundit vlogmas, për sa i përket vlogmas. Do jetë i fundit i datës 31 normalisht. Edhe pasaj vitin tjetër. Kështu që të shifemi, i bie që të shifemi vitin tjetër bashkë. Natën e mirë, kalofshi sa më bukur nesër, edhe ju uroj, me qenë se do shifemi vitin tjetër, po ju uroj gëzuar festën e vitit të ri, e kalofshi sa më bukur nesër, paçi vetëm begati, gëzime, shëndet, lumturi, çfarë të doni juve. Uroj që 2026 t'ua sjelli gjërat që ju doni, edhe shëndet mbi të gjitha, qofshi të gjithë afër familjarëve tuaj, inshallah asnjë humbje, dhe vetëm shëndet. Do shifemi vitin tjetër. Bye bye.